Sot, kryetari komunës së Gustivarit Nevzat Beta, bashkë me shefin e kabinetit Bashkim Hasani dhe drejtuesin e firmës inspektuese të punimeve Teraplan, Shaban Aliu, ndoqën nga afër punimet rreth ndërtimit të urës së re mbi lumin Vardar. Fondet për ndërtimin e urës janë me vlerë prej 23.600.000 denar dhe janë siguruar në formë kredie nga MIDF nëpërmjet një banke komerciale të akredituar nga ky institucion, dhe se ura, sipas dinamikës, pritet të ndërtohet brenda 6 muajsh. Me qëllim të lidhjes më efikase të dy anëve të qytetit, nga të dy anët e bregut të lumit Vardar dhe të shkarkimit të komunikacionit, e kemi parapar të ndërtohet ura mbi lumin Vardar, që vendosëm ta quajmë ura e demokracisë, sepse për herë të parë, pas ardhjes së demokracisë në Gustivar, po ndërtojmë një urë të re për komunikacion, dhe besoj se jemi komuna e parë në Maqedoni që ndërtojmë një urë pas 26 vitesh. Demokraci, shkruan Beta në Facebook. Ura e re mbi lumin Vardar do të lidh rrugën JNA me rrugën Zhivko Brajkovski në anën tjetër të lumit, respektivisht lagjen Dutllëk. Gjatësia e urës është paraparteje 42 metra, ndërsa gjerësia 20 metra. Do të jetë me 4 korsi për vetura nga 3 metra e gjys të gjëra. 2 shtigje për biciklistët me gjerësi nga 1 metër secila dhe me 2 trotuare me gjerësi nga 2 metra, po ashtu çdo njëra nga ata. Ura do të mbështetet në 8 shtylla mbajtëse.